Apo se komenton fare? Jo, komentoj pse jo. Apo nëse drejtet i individ më qytetari i këtij vendi është mund mu taku me kondon. Po problemi në këtë rast, unë mendoj që takimin e konton Serbia dhe ministri Gjuri që ministri jashtë me përdor me tuj thotë ja që unë nuk takohela me qeverinë sa është sup antiserbe nacionaliste, po merr njerëz me shqiptarë të rëndom takohemi ja këtu, po negji në mahon edhe Kosova s'kan fitu kur gjo. Negji bile veç ka hupe ka domtu vetën publik, por kërë shqiptarë që shojnë, të ta rudhin gojen pak. Se s'ka kuptim, se shpiuna takohen msheft, e s'takohen publik si negji. Po, nëse dhe, po du me thonë, Une jo që takoj dikon prej qeverisë Serbisë, po une as nuk shkoj, as nuk udhtojnë Serbi, me thonë drejt. Negji na livdoj këneve këtu që pe respektojnë shumë në mediat, në televizionet e Beogradit. E ka pasur një paraqitje po nuk unë vynë be respekti e ka pasur një paraqitje fantastike. Absolutisht nuk unë vynë. E ka pasur një paraqitje fantastike para një 10 viteve me Ivica Dačićin, kundër Ivica Dačićit në debat. Pa shumë se 10 vite. Në debat në Serbi dhe ka të rrjedhshëm serbishtën. Nëse guxoj ta jap mendimin tim, e besoj që guxoj. Në këtë moment kur e shoh me Gjuriqin, unë nuk di çfarë